Një aksident tragjik ajror ka trëmditur qytetin e Ahmedabadit në Indi, ku një avion kompanisë Air India u përfshi në një incident fatal gjatë përpjekjes për të ngritur nga pista e aeroportit lokal. Pamjet dramatike tregojnë momentin kur avioni fillimisht duket se po realizonte një ulje të kontrolluar pa shenja të dukshme paniku apo lëkundjesh, por më pas humbet balancën dhe përplaset me një zonë të banuar, duke u zhdukur mes ndërtesave. Në një çast gjithçka shndrohet në një sken kaosi, shpërthime të fuqishme, flak të mëdha, re të zeza tymi dhe një zhurmë e frikshme që pasohet nga ulëritma njerëzish. Ngjarja po konsiderohet si një tragjedi e vërtet ajrore, pasi në bord ndodheshin 242 persona, përfshirë ekuipazhin dhe pasagjer, ndërkohë që nuk përjashtohet mundësia e viktimave dhe në mesin e banorëve të zonës ku ndodhi përplasja. Autoritetet reaguan menjëherë, ndërsa në ngjarjen bërin forcat zjarrt fikse dhe ekipet e emergjencës. Pamjet e pasojave janë tronditse. Bishti i avionit i ngulur në terrancët e një pallati dhe copëza të shpërndara kudo. Ndërkohë ambulanca dhe mjekët u përpoqën të transportonin të plagosurit, por ende nuk ka të dhëna zyrtare për numrin e saktë të viktimave apo dhe të mbijetuarve. Hetimet e shkaqjet të aksidentit kanë nisur, ndërsa vendi është përfshirë nga trishtimi dhe ankthi për jetët e humbura.